Sa kënaqësi e madhe është kur jepet një mundësi dhe të flasim në gjuhën shqipe me një televizion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është nder i madh. Pra të nderuar shikues, kam nderin dhe kam respektin sot që të kemi pranë me Dr. Pashko Cama, sekretarin e PAN Federal Vatra në Bronx, New York. Sot na vjen me gjëra të bukura. Na vjen me mrekullirat e tina që i ban. Puna ti e palodhshme nuk ka fund, por gjëja tjetër është një sukses i madh i tij që vjen me librat Brengat. Wow. Mirë se ke ardhur. Mirë se u gjekna si thatë sa mirë me fol shqip. Faleminderit ty, faleminderit programeve televizore të shumta që janë në këtë vend të mrekullueshëm që na japin akses, sepse përmes këtyre programeve u tregojmë botës se kush jemi. Faleminderit, kënaqësi jam me ju. Atëherë, dua t'ju pyes Brengat. Ne shqiptarët gjithmonë kemi pasur Brengat. Puna juaj si është një punë e palodhshme në shumë detyra. Mjek, sekretari Vatrës, koha juaj për të shkruar libra nuk ndalon kurrë. Nga e inspirohesh, nga e gjen këtë vullnet. Po, shikon, vonë kam filluar me shkruar libra, kam shkruar gjithmonë, jam marrë me shkrime gjatë punimeve shkencore etj, por në libra kam filluar me Porosinë e Kullës, ose me Dreaming from the Trunk of an American Car, që e kemi promovuar 2 vite më parë. Një libër që u botuar nga shtëpia botuese Onufri në Shqipëri dhe ka pas një pritje jashtëzakonisht të mirë, që kam gëzov fakti pa mas, sepse shkrova një libër i cili ishte mbi jetën time, reflektime i botës sime për ka vi. Dhe ajo më dhani kurajo që pas se kam filluar diçka të reja se po vazhdojmë, sepse pranvera nuk qel me një lule, dhe shkrova librin e dytë, dhe tash ndoshta kam zgjedh një karrierë të re, në plesni që shkruaj libra. Gjithmonë njëri mundohet të gjej diçka, shokët e mi më thonë pse s'luan golf. Unë shkruaj libra. Kjo është atraksioni im përveç punëve tjera që i vaj. Çfarë ju shtyni të shkruani romanin Brenga, cila është historia e Brengës? Po, Brenga është natyrisht në libri është shkruar së parë në gjuhën angleze me titullin When Eagles Cry, që ka dalë, që del në fakt në Amazon dhe në gjitha portalet nga nesër. Dhe përsëri akoma e dërgova shtëpisë botuese Onufri, Bujar Hudrit, dhe përkthyen dhe ban titullin e ndryshuar përsëri, sepse libri kur e lexoni, kur të lexojnë edhe shikuesit tuaj, kanë me thonë se me të vërtet titulli Brenga është kënë original për këtë libër. Dhe Brenga është një fjalë që natyrisht lexuesit tuaj kuptojnë në malsinë tonë dikur e kem përdor pa di dhe që do me thonë, kur doshim me nem dika, i thoshim rafte Brega. Brega është që. Dhe kur e kupton në thelbin e fjales, se qka është me të vërtet një nameran, sepse Brenga është një peshë që mban njeri gjithmonë, një vujtje shpirtërore që mbahet me vite, nuk fshet, nuk ikën. Dhe unë përmes librit Brenga ose When Eagles Cry, përmes 2 personazheve, njërit që është real, i cili sot është gjallë, është 92 vjeçar, është në shëndet të mirë në fakt, i cili ikën nga Shqipëria në vitet 57-58 me familjen e tij, aratiset për të shpëtuar nga sistemi komunist, dhe në të njëjtën kohë unë paraqes një personazh tjetër që kam krijuar unë, një paralel, 2 jetë paralele, njëri ik nga Shqipëria, ndërsa miku i ngushtit i shoku i tij Rinis Marku ngelet mrapa dhe ai në një mënyrë e paguar në çmimin e ikjes së Toninit me burgosin, sepse fati në Shqipëri ka qenë një realitet i hillt që nëse dikush ka arratis nga Shqipëria, ata që kanë mbet, familjarët ose në këtë rastin tim konkret, miku i tij ngusht e paguan çmimin me burgjet dhe me vujtjet që janë shumë vështira që ne ti përshkruajmë ose ti përjetojmë pa i shkruar në letër. Dhe unë jam munduar përmes këtyre 2 personazheve, njëri që ik nga komunizmi, tjetri që mbetet, ta tregoj një jetë, një realitet të hillshëm për botën tonë, për Shqipërinë tonë, gjatë komunizmit, dhe përmes tyre të tregoj me të vërtet kush ka qenë viktimat. Më është dashur të tregoj diçka që
ndoshta kur të lexojnë keni me pa dhe lexuesit kanë me shikuar, kanë me pa vetë, por është e nevojshme që ti tregojmë këto, ti reflektojmë këto gjëra në mënyrë që të kuptohet se kush ka qenë ai që ka shkaktuar dhimbjen në popullin e vet dhe kush ka qenë viktima. Çfarë mesazhi përcjell kjo vepër letrare? Mesazhi është në rastet konkreta është direkt, por ka edhe mesazhin e vet të fshehur, që ka thonë read between the lines. Po kryesisht ka mesazhin që reconciliation nga anglisht, sepse në botën tonë ka vim vujtjet që janë shkaktuar nga sistemi komunist edhe sot e shohim në njerëz që kanë jetuar, në familjarët e tyre. Unë kom pas një fat se kom pas shumë kontakte me njerëz edhe antarë të familjes të lartë që kanë jetuar këtë të merë dhe është e mirë që të shkruhen. Unë mundohem të jam neutral, si një farë droni që i shikon këto dhe i përshkruan në detaje të limshme. Jo për revanshizëm, jo për as pak nuk është qëllimi që të bajmë me gisht ky ka bë këta, ky është jeti, ky është ati. Sa është as pak qëllimi i librit ai, është qëllimi që të dihet se çka ka ndodhur, të shënohet, të shkruhet dhe në një periudhë kohore jo të lartë të kalojmë të ardhmja, sepse nëse ngelim gjithmonë tek vujtjet mëdha shpirtërore, trupore që i kemi jetuar si komë në Shqipëri, gjithmonë kthehemi mbrapa te dhimbja dhe duhet të kalojmë, por duhet të shënohet, duhet të shkruajmë, duhet të jepet zë atyre që nuk kanë patur zë. Pra Marku, viktima ime në librin në Brengën, duhet i jap zë Markut që kanë qenë me qindra me mia marka në Shqipëri gjatë kohës së komunizmit. Ju si mjeshtër i rrëfimit dhe i përshkrimit, si paraqitet të Shqipëria diktatori në romanin tënd, si paraqiten këto? Diktatura është një fjalë që ne e kemi përjetuar ndryshe. Unë me origjinë jam nga shteti i ish Jugosllavisë, ju jeni nga Kosova, ndërsa Shqipërinë, duke qenë se ka qenë e izoluar, pothuajse hermetikisht. Sistemi komunist dim gjithë, ose e kem dëgjuar nga tjerët, ose kem lexuar se ka qenë një ndër sistemet më të egërta në rajon, pothuajse edhe në botë, për fatin të keq tonë shqiptarëve. Dhe unë përmes brengës sime mundom t'i jap një këndvështrim atyre vujtjeve dhe mundom që të hi në thelbin. Dua që lexuesi jo vetëm të dinë, po ta shoh, ta njeh, ta jetoj, ta shoh sikurse në film. Unë një rast konkret, nëse dikush e përshkruan se babai i tij ka arratisur nga Shqipëria. Edhe e përshkruan parafërsisht një ditë shkoj me familjen, kaloj kufirin, shkoj në Kosovë, nej një vit në Kosovë, prej Kosovës kaloj në Itali, dhe në Itali hypën në avion dhe erën në Amerikë. E përshkruan gjithë, por nëse ti nuk e përshkruan se vujtjet e tyre që kanë kaluar, kalimin e lumit, rrezikun që ish kanose si jetës së tyre kur kalojnë lumin, nëse nuk e përshkruan ernat në përbjeshk, në përmale, nuk e përshkruan aromën e ushqimit që ata e zijnë në përmal, nëse nuk e përshkruan një fëmijë që qanë, që bëhet debata ta vrasin për me ndalë zhurmë sepse ishin të arratisur dhe kishin frikë se i ndëgjojnë ata që i përdjekshin. Duhet të him në ta shehsh, ta shikosh, sikurse një vizatim, një art. Kur e ban skicën origjinale, natyrisht e ka formën, po kërkon ngjyrën, kërkon detajet, se detajet janë gjithmonë ato që pasurojnë çdo tregim, çdo rrëfim. Dhe unë mundohem që të hi në detajet më të ima, më të thella që me të vërtet e sheh, jo vetëm se i lexon, po e sheh me sy ata çka unë dua që ata ta shohin. Wow. Përshkruani ferën e komunistë dhe torturat njerëzore, a është ky libër një memorial qendrese për kujtimin ndaj viktimave të diktaturës në Shqipëri? Natyrisht është qëllimi im ka qenë të jetë një memorial qendrese ndershmërie, sepse në Shqipëri kanë vujtur shumë, kanë vujtur nga sistemi komunist në burgje të tmerrshme, të Spaçit, të Borrelit, dhe i kam dy përshkrimet të dy burgjeve, jo të zgjatura, por mjaft sa me i dhanë zyrë një tmerrit të veçantë që është jetuar në ato burgje. Dhe kjo është pra një memorial për ata të cilët s'kan pas zë, njerëzit të cilët kanë vujt në heshtje,
sepse në burgjet e Spaçit e të Burrelit një gjë që është prit nga personat ka qenë të vuash dhe as mos të qash. Do të thonë në heshtje, në një farë mënyrë që mos të ekzistosh, të trajtojnë sikurse nuk je njeri, nën-human. Dhe këto e kanë pas efektin natyrisht në njerëz që kanë jetuar, kanë kaluar këto burgje, dhe me brengën time mundohem që t'u jap një dritë, edhe nevojtjet e tyre, sepse është e nevojshme që njerëzit, si gjenerata jonë, sepse i harrojmë. Historia është e rëndësishme kur shkruhet, kur shënohet, sepse ajo prej asaj do mund të mësohet. Ka njerë dhe përsëritet historia. Pra unë me këto kam dëshirë që të mësohet dhe mos të përsëritet ma. Këtë merë askon bote, jo në veçanti në komin tonë, në popullin tonë. A është ky roman një akt akuzë ndaj institucioneve shqiptare për zbardhjen e krimeve të komunizmit? Shiko, kur flasim për ashtë akuzë, ky nuk është libër me dokumenta historike, nuk sjellë histori në libër, është roman, domethënë është kreative imja, kryesisht pjesa narrativa që është ka të bëjë me Markun që është në burgje. Është një ndriçim mbi krimet që janë bërë në Shqipëri me mija, mos thëmë me qindra mijë, se nuk e di numrin e saktë. Por është e rëndësishme që jo si akuzë për revanshizëm, sepse do ta kem të qartë. Libri, s'pakut unë nuk e shoh si një mekanizëm si vegël për të revanshuar dikush, sepse edhe emrat që i kam aty shumica janë kreativ, janë emrat fiction që i kam krijuar për letërsi, por jo për revanshizëm. Domethënë, dhe kjo gjë e shoh edhe në raste konkrete, shpeshherë njerëzit ata që kanë ikë, veçanti që janë larguar, e shoh se u pengon dhe sheh herë pas here këtë, ky është djali i atij, ky është nipi i atij, gjyshin e ka pas kështu, gjyshin e ka pas ashtu. Dhe ne jemi një komb i vogël, Shqipëria një vend i vogël, dhe shumë lehtë të bijmë viktime asaj, sepse nuk mund t'i spostojmë shqiptarët nga ty t'i çojmë në një planet tjetër, i bijmë do shqiptar tjerë, janë ata që janë. Dhe duhet që ata që janë ta kuptojmë natyrisht kush ka qenë ai që ka shkaktuar dhimbje, kush ka qenë viktima, por çka është më e rëndësishme nga këndvështrimi im është që jo që të bëjmë gisht dhe ta marrim gjak të revanshohemi ndaj atyre që kanë shkaktuar dhimbje, se ndoshta ka asë tendencash akoma. Kjo nuk është qëllimi i librit tim as pak, është që të flasim në qetësi për krimet, të zhdrisim ato, por në një kohë të duhur të përballohemi me ato probleme dhe të thomë të lamë në histori dhe të ecim përpara të shikojmë, sepse është me rëndësi mos të lamë vetëm të kaluarën, të jetë ajo që e përcakton se kush jemi si popull, ku duhem të shkojmë. Flasim pak për When Eagles Cry. Ky libër është në gjuhën angleze. Ky në fas tashmë parë. Libri im, unë natyrisht vi në Amerikë si djalë i ri, 20 vjeçar dhe shqipen në dy mjaft mirë, por shkrimet i kam pak problematike me shkruar shqipen. Unë librin e kam shkruar në anglisht, natyrisht, me titullin When Eagles Cry. Dhe përkthimi i tij është Brenga, natyrisht, në gjuhën shqipe. I kem dy tituj për arsye se lexuesi në Shqipëri Brenga është më e përshtatshme. Se e dim çka është Brenga, e kuptojmë fjalën, e kuptojmë mesazhin e librit, ndërsa në gjuhën angleze, When Eagles Cry e ka një mesazh të veçantë, sepse në një pjesë të librit tim është pak edhe simbolike, natyrisht, nuk e thom When Eagles Cry sepse qajnë me lot, por qajnë sepse në një moment kur në ikje, personazhi i dytë, kryesor Marku, babai i tij i thot kur të ikësh në bjesht e mërturit, edhe të largohesh atje që mendon se bjesht e mërturit e strehojnë nga komunizmi që e ndjekin komunistat, i thot që kur ti jesh në rrezik, shiko në ajër dhe kemi pas shqiponjat kanë me kraj, kanë me bën zhurmë, ajo kraja zhurma që bën shqiponjat për me të dhënë alert, me tregu se ruji se ke të kanë afër, të kanë rrethuar. Do thonë është një farë simbolike se shqiponjat kanë me të mbrojt
por shikojnë në qiell. Dhe aty vjen titulli i When Eagles Cry. Pra, ka simbolik, ka domethënie shumë për në fakt për lezuesin në gjuhën angleze. Mikpritja e juaj te shtëpia botuese Unufi nga Hudri, si e pat? Bujar Hudri. Bujar Hudri. Si ka qenë mikpritja edhe me të vërtet është një kënaqësi që njerëzit ta kanë këtë librin, ta kanë, e duhet na thush për fund se ku mund ta gjejnë, ose në Amazon, ose ku qëndrojnë. Tash, unë për Bujar Hudri nuk kam çka të shtoj se kam shkuar edhe hera tjera, por është pronari i shtëpisë botuese Onufri, që është shtëpia besoj më prestigjioze librave në botën shqiptare, përveç ka autori Ismail Kadares, shumë tjerëve të dalluar. Tash mund të shtojnë edhe listë libër edhe emrin tim, natyrisht do vajojna. Por unë me Bujarin pa njohur rastësisht fillimisht kur shkrova librin e parë, me njohim një mik i joni, një shkrimtar i dalluar në Shqipëri, një poet, një njeri i mrekullueshëm, Besnik Mustafaj, i cili ja kishte dhënë librin tim që kisha përkthyer në shqip, për ta shikojnë dhe lexuan, nuk pëlqeu dhe e ban realitet përmes porosisë së kullës. Dhe nga ai momenti na lidhi diçka krejt natyrore, diçka një dashuri, një respekt, një mirëkuptim. Dhe unë pasi shoha librin e dytë, në ndërkohë duke komunikuar, shprehem një vullnet të dy, si unë, si ai, se si ta bjem librin shqip në Amerikë, që ishte një mungesë. Dhe idena patëm të ndryshme, të bjem libra, të hapim një shitore diku në Bronx, shitore fizike, ku njerëzit mund të shkojnë të blejnë librin, por nëse nuk frekuentohet shpesh, është shumë vështirë ta mbash një shitore, çmimet e gjitha këto. Dhe dulme me opsionin tjetër, që është tash i japim vetit kredit ideal, si unë instinkt dhe doli ide, që ta bëjmë platformë online, sikurse është Amazoni. Amazoni i librave shqip, dhe ashtu sepse çdo libër, çdo gjë sot mund të blesh në Amazon, dhe ne kemi krijuar një platformë online, i quajnë Alb Libris, Alb shqip, edhe Libris nga fjala latine librat, se më tha alblibris.al, është një portal ku ata që ju interesojnë ta blejnë këtë libër ose edhe një 7 ose 8.000 libra që i kemi në dispozicion sot, atë numër do e shtojmë me kohën, ku kemi autorët më të mirë të letërsisë shqipe, por edhe letërsinë e huaj të përkthyer në shqip. Autorët më të dalluar të letërsisë botërore që janë përkthyer në shqip, i kemi në alblibris.al. Dhe aty me një çmim mjaft të volitshëm, sepse problemi për ta pruar një libër nga Tirana është do të shkosh në Tiranë, edhe ta bjesh në valizhe, ose duhet ta bjesh me postë. Një libër për ta postuar nga Tirana ose nga Prishtina kushton jashtëzakonisht shtrejt. Dhe ne kemi gjetur mënyrën me i pru me shumicë librat, për zgjedhur nga botuesi, nga partneri shtëpia botuese Onufrit, që ata marrin libra jo vetëm të Onufrit, por nga gjithë Shqipëria, nga gjithë botuesit, edhe nga Kosova, edhe nga Maqedonia Veriore, natyrisht nga Shqipëria, dhe ata i cilësojnë, i vjen librat më të mirë që ata i vlerësojnë natyrisht, dhe i bjem këtu në New York, ne kemi një vend të caktuar, ku i kemi rreth 8.000 libra sot, hynë në website, alblibris.al, klikon 2-3 klikime, bëhet pagesa, për shembull, ky libër është rreth $20. Një çmim, ose libri i Ismail Kadares është $20, $22 me delivery, domethënë është një çmim i jashtëzakonisht i volitshëm për lexuesin që don ta kenë librin e Kadares, Martin Camaj, Migjenit, tjerë, sa të doni, edhe librin tim natyrisht, me 2 klikime, me 3 klikime. Dhe libri i vjen tek shtëpia delivered në 3-4 ditë, 5 ditë maksimum. Unë dua ta falenderoj Bujar Hudrin, me të vërtetë shtëpia Onufi ka bërë një mrekulli të madhe me këtë librin që ka bërë, vetëm dekorimi që duket atë shumë i bukur, por mos të harrojmë se me datën 15 në ora 2 tek Qendra Kulturore Shqiptare Nën Tereza, Huddleston në New York do të promovohet Brenga. Ju mi presim të gjithë shqiptarët vini edhe të promovohet libri. Është kënaqësia jone që nëpërmes televizionit tonë që kjo libër të na bie në dorë dhe të bëjmë një promovim edhe kjo është një nder i madh. Faleminderit, ju presim ju edhe shikuesve me kënaqësi më të madhe, do kemi libra, do kemi një kohë të bukur së bashku. Një pyetje vatra.
Në fund. Në fund, lash vatrën, së kura e qërshia bitartë. Ju e dini se populata shqiptare këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës është ka zhvillohet shumë. Në gjitha vendet në gjitha shtetet e Bashkuara të Amerikës, populata është e zhvilluar shqiptare. Nuk ka qytet që nuk ka pa pas, sidomos 20-30 familje deri me mira. E di se vatra ka 20 deg. Dhe dua t'i them të gjithë ata që na ndëgjojnë në përmes Rock Hill Community TV, aty të kenë mundësi ata të kanë edhe një degë. Pyetje me vend dhe ajo konstatimi se kem shqiptar në shumë vendet e Amerikës, në shumë shtete, se fillimisht kem koncentruar në New York, Michigan, Boston, po tani jemi në gjitha vendet. Unë pak tia para 2-3 ditësh më treguan të që postuan libra, kem çuar libra në Alaska, kem çuar libra në Hawaii, kem çuar libra në Arizona, që kanë kërkuar domethënë lexues shqiptar që kanë porositur përmes Albibris. Ata kjo na tregon ata që e dim, natyrisht se kem shqiptar në zona të ndryshme, edhe të rrit numri për ditë natyrisht, për arsye të ndryshme, objektive, por edhe ato subjektive, por çka është në rëndësi që vatra, misioni i vatrës ka qenë gjithmonë që të jemi një zaj fuqishëm për shqiptarët në lidhje me vendin tonë. Dhe si pas kërkesave, ne vetëm këto 3-4 vitet e fundit kem shtuar 3-4 deg në repertuarin e vatrës, sepse mendojmë se përmes degëve vatra mund të funksionojë akoma më mirë në vendet e duhura, sepse kemi degë që të sapo krijuara, por kemi dëshirë që këto t'i zgjerojmë, sepse përmes tyre mundohemi që të bëjmë atë misionin e shejtë të vatrës, të jemi urlidhse me kombin, me popullin, me kulturën, me traditat, me historinë, me gjitha këto që ka ja vlejnë t'i kultivojmë, t'i kalojmë gjeneratave të reja, dhe si ma mirë, ku ma mirë është që në vende ku ka shqiptar, po dhe 20 familje nëse banë së bashku, ndoshta edhe më shumë, të krijojmë degë. Kjo jo vetëm për të shënuar një listë atje që u banë edhe një degë më ashtuar, por që t'u jap akses, mundësi, se përmes vatrës, përmes organizimeve të tilla, jemi më të fuqishëm. Dhe ideja jonë është që degë t'i fuqizojmë, që vatra të jetë, ne kemi qendrën këtu në New York, por t'i kemi degë sikurse një lis i madh. Nëse nuk i ka degë të shëndosha, as lisi nuk jeton, sepse përmes atyre degëve, ku janë zgjethet, ku janë frutet, ato e mbajnë edhe trungun. Domethënë, degët janë jashtëzakonisht rëndësishme për edhe jo vetëm simbolike, por edhe për vatrën, ashtu që me shpresë në të ardhmen, në vazhdimsinë e kësaj punë që kemi bërë dhe do bëjmë edhe në të ardhmen në vatër, është mes tjera zgjerimi i degëve, mundësia që të afrohen shqiptarëve, ofrohet mundësia që të hapin degë, që të jenë të involvuar, të jenë të kyçur në një mision të shenjtë sikur sa është Federata për Shqiptarë e Vatra. Atëherë për fund, dua një thirrje t'ju bësh shqiptarëve për të dielën. Çka i mirëpret shqiptarët? Po ju e bot pra lajmërimin, domethënë me 15 mars në 2 ora në qendrën Nën Tereza të Kishës Zoja Shkodrës në Hartsdale. Aty kemi një promovim për librin Matritit të Brengës, por është mundësi që aty, përveç që të flitet për librin tim, aty kem edhe një farë kontaktit me njëri tjetrin, të flitet për librin, kem aty disa njerëz të cilët do flasin për librin, kem edhe Bujar Hudrën, i cili vjen enkas nga Tirana të jetë me ne për promovimin e librit, kem edhe disa prezentorë që do i la ma fort si surprizë, por Lulieta Leshanaku, një prej tyre që do të prezentoj aty dhe më gëzon fakti për steprin se është një personazh, një personalitet i jashtëzakonshëm në letra shqipe, një poete laureate e Shqipërisë, dhe disa tjerë të cilët po i lam surprizë, por të vini, të na shoqëroni, sepse ku më mirë se na bashkon librit, na bashkojnë fjala e shkruar shqip në këtë vend të mrekullueshëm. Të faleminderit shumë për praninë tënde që sot ishe së bashku me mua këtu në Rock Hill Community TV, edhe çdo vizitë juaja është një mrekulli. Faleminderit shumë. Ishte një kënaqësi e veçantë si gjithmonë. Pra të nderuar shikues dhe dëgjues kudo që jeni anë mba në përbot, dua t'ju falenderoj shumë për ndjekjet e tona të emisionit në Rock Hill Community TV në kanalin 14, ku mund të na shikoni, mund të them edhe për çdo tende. Mirëmbëjtje deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV. Kaloni bukur.